Pas një jave të mbushur me art, emocione dhe energji teatrale nga vendet të ndryshme të botës, nata finale e edicionit të 9 të Prishtina International Theatre Festival Bërbuqe Berisha u mbyll në mënyrë madhështore në teatrin Faruk Begolli në AAB. Në skenë, shfaqja komike nga Kosova The Lie me regji të Agon Myftarit solli reflektim të qeshura dhe momente delikate të marrëdhënieve në qift, duke shërbyer si preludi përkryer për çastin më të pritur të mbrëmjes, ndarjen e çmimeve. Në mesin e artistëve, mysafirëve dhe dashamirëve të teatrit, i pranishëm ishte edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i cili ndau çmimin kryesor Shfaqja më e mirë, që këtë vit shkoi për Bosnjën dhe Hercegovinën me shfaqjen Purple. The award for the best play goes to Purple, Bosnia and Herzegovina. Kjo vepër triumfoi gjithashtu me çmimin Aktoria më e mirë dhe Shfaqja më e mirë e zgjedhur nga juria e mediave. We were hoping that there is opportunity to get one award, but three we couldn't expect that really. So it was so emotional for me, and I'm sorry that I'm here alone tonight without the whole team, the whole crew of performance. But we are so grateful, and many thanks to the jury, to International Festival Pristina, to having us, to selected us. Francezët u vlerësuan me çmimin Special Mention për shfaqjen breslënse On the Heart of the Rose në regjinë e Patrick Alwyn. I am very happy and so surprised because for us it was a very special experience, a very Franco-Kosovar experience, and I am very happy for all the staff, for all my troupe, and it's an honor to be here with Consuelo and Antoine de Saint-Exupéry, and to know to the Kosovar people this story. Shfaqja nga Kosova God Bless America u ndërua me 2 çmime, për aktorin më të mirë në rol dytësor dhe shfaqjen më të mirë të zgjedhur nga juria e studentëve. Jam shumë i lumtur për vlerësimin. E di që tinglon pak si klishe, por vërtet për mua ishte shumë si pjesëmarrja në këtë festival, që të jemi në mes shfaqjeve shumë të mira ndërkombëtare, edhe që publiku jonë këtu në Prishtinë dhe studentat sidomos kanë pas rast ta shohin shfaqjen tonë. Për mua ishte pashtu për herë të parë që unë vë në skenë një tekst që kam shkruar unë, dhe për mua ishte një ekstra kënaqësi që shfaqja u pëlqy shumë edhe u vlerësu edhe nga juria e studentave edhe nga juria profesionale. Ndërkohë, Izraeli u shpërblye për aktoren më të mirë në rol dytësor me interpretimin e Ofer Zeikenbaum në shfaqjen Family on a Train. And of course I'm surprised because you never know what the result of a contest like this can be. But I'm very happy that because I think she deserves it. She was an amazing actress. And I think this is the beginning, of more actors and players and plays that will come and participate in the festival in Kosovo. Ndërkohë Greqia, sipas zgjedhjes së publikut, u shpërblye me çmimin për regjisorin më të mirë dhe atë për shfaqjen më të mirë me shfaqjen petrikora, The Story of Bridge of Artha, duke përmbyllur një edicion ku teatri ndërkombëtar u bashkua në Prishtinë për të treguar histori që na përkasin të gjithëve. Pas festivalit qëndron një punë e palodhshme dhe përkushtim i jashtëzakonshëm nga të gjithë organizatorët, të cilët punuan me pasion për të sjellë një ngjarje të suksesshme dhe me nivel të lartë artistik. Ceremonia e ndarjes çmimeve përfundoi në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe jam shumë krenare që me gjithë ekipin arritëm me kurorzu një edicion fantastik që kemi pasur. Kemi pasur sfida, vështirësi nga më të ndryshmet, po si gjithmonë ekipi jonë ka arrit me i përmbyll mënyrën më të mirë të mundshme, dhe kemi arrit që çdo shfaqje me u shfaq në mënyrën detajuar ashtu siç edhe është kërkuar, sepse sjellja e skenografive nga ana e bota nuk është një gjë e lehtë, sepse janë gjëra specifike të teatrit. Kështu që kemi arritur që gjitha shfaqjet që i kemi pasur në kuadër këtij edicioni mi sjell për publikun kosovar, edhe ata si shupat edhe jo e kanë mirëprit mjaft mirë gjitha shfaqjet.